Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, ekziston një regjistrim audio i vjetër i ruajtur në arkivat e NASA-s, ku Neil Armstrong, njeriu i parë që hodhi këmbën në hënë, ndërpret transmetimin publik për 63 sekonda. 63 sekonda heshtje absolut. Pastaj, kur linja rihapet, zëri i tij tingëllon ndryshe, më i ulët, më i ngadalt, sikur dikush që sapo ka parë diçka që nuk mund ta shpjegojë. Ky nuk është një teori konspirative, ky është një fakt i dokumentuar. Në 21 korrik të vitit 1969, në orën 22:56 UTC, transmetimi nga Apollo 11 u ndërpre. NASA e quajti problem teknik, por në të njëjtën kohë në stacionin e monitorimit në Honeysuckle Creek në Australi, inxhinierët regjistruan diçka tjetër. Ata dëgjuan Armstrong duke folur, jo me tokën, me Buzz Aldrin, dhe fjalët që ai përdori nuk ishin në asnjë transkript zyrtar. Për 50 vjet, kjo histori është trajtuar si legjendë urbane. Por çfarë ndodh kur vetë astronautët fillojnë të flasin? Çfarë ndodh kur burrat që ecën në hënë, shkencëtar, pilot ushtarak, njerëz të trajnuar për të qenë skeptik, dalin publikisht dhe thonë: "Ne pam diçka atje, ve na fan të heshtim." Ky është një skenar për atë që ata thanë me të vërtet, jo për atë që NASA donte që ju të dëgjonit, por për atë që u tha në intervista të vonshme, në konferenca private, në momente kur kamera ende po xhironte, por askush nuk mendonte se dikush po dëgjonte. 5 momente, 5 astronaut, 5 deklarata që ndryshojnë gjithçka që mendoni se dini për programin Apollo. Edgar Mitchell ishte astronauti i 6 që eci në hënë, misioni Apollo 14, shkurt i vitit 1971. Ai ishte një shkencëtar, doktoratur në aeronautik nga MIT, specialist në sistemet e navigimit. Nuk ishte lloji i njeriut që beson në teori konspirative. Por në vitin 1988, në një intervistë me gazetarin britanik Timothy Good, Mitchell tha diçka që NASA menjëherë e mohoi. "Ne nuk jemi vetëm në univers", thaj. "Dhe qeveria e Shteteve të Bashkuara e di këtë prej vitesh." Kjo nuk ishte një deklarate bërë në moshë të vjetër, kur kujtesa mund të jetë e paqartë. Mitchell ishte 58 vjeç, ende i mpreth, ende i përfshirë në kërkime shkencore, dhe ai nuk e fa këtë një herë. Ai e përsëriti atë në vjetra intervista, në konferenca, në dokumentar. Në vitin 2008, në një intervistë me radion Kerrang, ai shkoi mëtej: "Kam qenë mjaft i privilegjuar të jem në dieni të faktit se ne kemi qenë të vizituar në këtë planet", tha ai. "Dhe fenomeni UFO është real. Është qenë imbulluar nga qeveritë tona për një kohë të gjatë." NASA reagoi menjëherë, një deklaratë zyrtare. "NASA nuk ndjek UFO-t. Dr. Mitchell është një qytetar i nderuar, por ne nuk ndajmë pikpamjet e tij në këtë çështje." Por këtu është detaji që shumica e njerëzve humbasin. Mitchell nuk po fliste për UFO në përgjithësi. Ai po fliste për diçka specifike, diçka që ai tha se i ishte treguar nga zyrtar ushtarak që kishin qenë të pranishëm në Roswell në vitin 1947. Dhe ai tha se kjo informacion i ishte konfirmuar nga burra brenda komunitetit të inteligjencës, që kishin qasje në programe të klasifikuara. Kjo nuk ishte spekulim. Kjo ishte një akuzë direkte, dhe Mitchell nuk ishte i vetmi. Gordon Cooper ishte një nga astronautët origjinal të Mercury 7. Ai fluturoi në hapësirë në vitin 1963 dhe përsëri në vitin 1965. Ai ishte një pilot ushtarak me 20 vjet përvojë, një njeri që kishte parë gjithçka që një avion mund të bëjë. Dhe në vitin 1958, ndërsa ishte stacionuar në baza aerore Edwards në Kaliforni, ai tha se pa diçka që nuk mund ta shpjegonte. Në një letër drejtuar Kombeve të Bashkuara në vitin 1988, Cooper shkroi: "Unë besoj se këto mjete jashtëtoksore dhe ekuipazet e tyre po vizitojnë këtë planet nga planetet të tjerë. Shumica e astronautëve ishin të ndaluar të flasin për takimet e tyre me UFO-t." Lexoni këtë përsëri. Shumica e astronautëve ishin të ndaluar. Jo disa njerëz mendojnë. Jo ka raporte, por ishin të ndaluar. Një deklaratë direkte për një politikë zyrtare heshtjeje. Cooper shkoi mëtej.
A I tha se në vitin 1957, ndërsa po filmonte fluturime testimin e Edwards, ekuipazhi I tij pa një disk metalik që zbriti në sheshin e thatë të liçenit. Ata e filmuan atë. Filmi u dërgua në Pentagon dhe Cooper nuk e pa kurrë përsëri. Unë e pash atë, tha ai në një intervistë në vitin 1995. Ekuipazhi im e pa atë. Ne e filmuam atë dhe pastaj na thanë të harrojmë për të. NASA nuk komentoi kurrë publikisht për këtë, por në dokumentet e deklasifikuara nga Forca Ajrore në vitet 2000, ka një raport nga baza Edwards në maj të vitit 1957 që përshkruan një objekt të panjohur që u vure nga personeli toksor. Raporti përfundon me: asnjë shpjegim nuk u gjet. Dosja e mbyllur. Tani le të kthehemi te Neil Armstrong, njeriu që rrallë fliste, njeriu që refuzoi intervista për dekada, njeriu që kur më në fund doli publikisht, zgjodhi fjalët e tij me kujdes të jashtëzakonshëm. Në vitin 1985, Armstrong dha një fjalim në Universitetin e Cincinnati't. Ishte një ngjarje private, por dikush e regjistroi. Dhe në atë regjistrim, Armstrong tha diçka që nuk e kishte thënë kurrë publikisht më parë. Ka vende të mëdha të pashfrytzuara për zbulim, tha ai, dhe ato janë të disponueshme për ata që mund të heqin njërin nga shtresat mbrojtëse të së vërtetës. Shtresat mbrojtëse të së vërtetës. Kjo nuk është gjuha e një inxhinieri që po flet për teknologji. Kjo është gjuha e dikujt që po flet për sekrete. Por momenti më I çuditshëm erdhi në vitin 1970 në një darkë private në Gjenevë. Armstrong ishte atje për një konferencë të Kombeve të Bashkuara. Një profesor në Universiteti I Gjenevës, I quajtur Henri Saunier, e pyeti atë drejt për drejt. Çfarë ndodhi vërtet atje lart? Sipas Saunier, Armstrong heshti për një moment. Pastaj tha: ne u tregua të largohemi. Nga kush? Pyeti Saunier. Kjo nuk mund të diskutohet, tha Armstrong. Saunier e publikoi këtë bisedë në vitin 1985. Armstrong nuk e mohoi kurrë atë, por ai gjithashtu nuk e konfirmoi kurrë. Kur u pyet në gazetarët, ai thjesht tha: unë nuk komentoj për spekulime. Por këtu është gjëja. Nëse kjo ishte thjesht një spekulim I rrem, pse të mohosh? Pse të mos thuash kjo nuk ndodhi kurrë? Pse të zgjedhësh heshtjen? Buzz Aldrin është më kompleksi nga të gjithë. Ai ka folur më shumë se Armstrong, por gjithmonë me një lloj kujdesi të koduar, sikur ai po përpiqet të tregojë diçka pa e thënë atë drejt për drejt. Në vitin 2005, Aldrin dha një intervistë për Science Channel. Ata po diskutonin për misionin Apollo 11 dhe gazetari e pyeti për objektin e çuditshëm që ekuipazhi raportoi se pa në rrugën drejt hënës. Aldrin tha: ishte diçka që ishte mjaft afër, mjaft e madhe për të pasur një madhësi të dukshme. Ne nuk dinim se çfarë ishte. Gazetari e shtyu: a mendonit se ishte një UFO? Aldrin u ndal. Pastaj tha: ne nuk përdorëm atë fjalë, por ne e raportuam atë dhe na thanë se ishte një panel I shkëputur nga raketa Saturn. Por ju nuk e besonit atë? Pyeti gazetari. Aldrin buzëqeshi. Unë nuk thash se nuk e besoja. Thash se na thanë se ishte një panel. Kjo është një dalim I holl, por është një dalim që çdo gazetar e njeh. Ai nuk po mohonte shpjegimin zyrtar, por ai gjithashtu nuk po e konfirmonte atë. Në vitin 2011, Aldrin shkoi mëtej. Në një intervistë me Reddit, dikush e pyeti: a keni parë ndonjëherë diçka në hapësirë që nuk mund ta shpjegonit? Aldrin shkroi: po, në Apollo 11 dhe nuk ishte paneli raketes. Kjo ishte hera e parë që ai e tha atë drejt për drejt. Jo në një intervistë televizive ku mund të redaktohej, por në një forum publik ku fjalët e tij do të mbeteshin. NASA nuk komentoi, por brenda 24 orëve, përgjigja e Aldrin ishte fshirë nga Reddit. Moderatorët thanë se ishte spam, por përdoruesit që e kishin ruajtur atë e ripublikuan. Dhe brenda një jave, Aldrin postoi një sqarim në Twitter. Unë nuk thash se ishte një UFO, shkroi ai. Thash se ishte diçka që ne nuk e identifikuam menjëherë. Më vonë u sqarua. Por këtu është problemi. Në intervistën origjinale të Reddit, ai tha: nuk ishte paneli raketes. Kjo nuk është e njëjta gjë me u sqarua më vonë. Kjo është një kontradikt direkte.
Pra, cila version është i vërtet? Ai që Aldrin tha spontanisht në Reddit? Apo ai që ai postoi në Twitter pas presionit publik? Dhe pastaj është Brian O'Leary. Ai nuk eci kurrë në hën, ai u largua nga programi Apollo para se të fluturonte. Por ai ishte pjesë e grupit të astronautëve dhe ai punoi ngushtë me NASA për vite. Dhe në vitin 1998, ai tha diçka që asnjë ish punonjës i NASA-s nuk e kishte thënë kurrë publikisht. Ka prova të bollshme që ne jemi duke u kontaktuar, tha ai në një konferencë në San Francisco. Qytetrimet e avancuara kanë qenë duke na vizituar për një kohë të gjatë, dhe ka një grup njerëzish brenda qeverisë që e din këtë dhe po e mbajnë atë sekret. O'Leary nuk ishte një teoritik konspiracioni. Ai kishte një doktoratur në astronomi nga Universiteti i Kalifornisë në Berkeley. Ai kishte qenë profesor në Princeton dhe Cornell. Ai kishte punuar me Carl Sagan. Ky ishte një shkencëtar i respektuar që po bënte një akuzë të jashtëzakonshme, dhe ai nuk e tha atë vetëm një herë. Ai e përsëriti atë në librin e tij Miracle in the Void, të botuar në vitin 2000. Ai shkroi: "Unë kam parë prova. Unë kam folur me njerëz që kanë qenë të përfshirë në programe të klasifikuara. Dhe ajo që më thanë, ndryshoi gjithçka që mendoja se dija për realitetin." NASA nuk reagoi kurrë zyrtarisht, por O'Leary tha se pas publikimit të librit, ai u kontaktua nga zyrtar të paidentifikuar që i kërkuan të qetësohej. Ai refuzoi, dhe në vitin 2001 ai u largua nga Shtetet e Bashkuara dhe u zhvendos në Ekuador. Ai vdiq në vitin 2011. Shkaku zyrtar, kancer. Por në muajt para vdekjes së tij, ai i tha miqve se besonte se ishte duke u helmuar. Asnjë hetim nuk u krye kurrë. Tani le të ndalemi për një moment, sepse kjo është pika ku shumica e njerëzve do të thonë, por këta janë thjesht deklarata, ku janë provat? Dhe kjo është një pyetje e drejtë, por këtu është gjëja që duhet të kuptoni. Kur një astronaut flet, ai nuk po flet si një qytetar privat. Ai po flet si dikush që ka nënshkruar marrëveshje konfidencialiteti me Qeverinë e Shteteve të Bashkuara. Ai po flet si dikush që e di se çdo fjalë që thot mund të ketë pasoja ligjore. Pra kur Edgar Mitchell thot, ne kemi qenë të vizituar, ai nuk po bën një supozim. Ai po bën një deklarat që ai e di se mund të verifikohet ose të mohohet nga njerëzit që kanë qasje në informacion të klasifikuar. Kur Gordon Cooper thot, shumica e astronautëve ishin të ndaluar, ai nuk po flet për një politikë informale, ai po flet për një direktivë zyrtare. Kur Neil Armstrong thot, shtresat mbrojtëse të së vërtetës, ai nuk po përdor një metaforë poetike. Ai po flet për një sistem të qëllimshëm të fshehtësisë. Këta nuk janë njerëz që besojnë në teori konspirative. Këta janë njerëz që kanë qenë atje, që kanë parë diçka, dhe që, për arsye që ata nuk mund t'i shpjegojnë plotësisht, kanë vendosur të flasin. Por çfarë panë ata saktësisht? Dhe pse NASA vazhdon të mohojë? Për të kuptuar këtë duhet të shkojmë më thellë, jo në atë që u tha publikisht, por në atë që u regjistrua privatisht. Në transmetimet që u ndërpren, në bisedat që u fshin, në dokumentet që u deklasifikuan vetëm dekada më vonë. Sepse e vërteta nuk është në atë që NASA thot. E vërteta është në atë që NASA nuk thot. Në dhjetor të vitit 1972, ekuipazhi i Apollo 17, misioni i fundit lunar, transmetoi diçka që NASA nuk e kishte planifikuar. Ishte ora 3 e mëngjesit, kohë Houston. Eugene Cernan dhe Harrison Schmitt ishin në sipërfaqen e hënës duke kryer eksplorim gjeologjik në lugjinën Taurus Littrow. Dhe papritur, Schmitt ndërpreu protokollin. "Unë po shoh drita", tha ai. "Drita që lëvizi në horizont." Kontrolli i misionit u përgjigj menjëherë. "Mund të përshkruani?" "Jo saktësisht", tha Schmitt. "Janë intermitente, sikur diçka që po reflekton diellin, por dielli është pas nesh." Ka një pauzë në transmetim. 18 sekonda. Pastaj zëri i Cernan. "Houston, ne po e shohim atë gjithashtu. Konfirmoni nëse keni telemetri për objekte në lëvizje në sektorin ton." Negative, 17. Asnjë objekt i regjistruar. "Atëherë çfarë po shohim ne?" Asnjë përgjigje. Transmetimi vazhdon, por tema ndryshon. Kontrolli i misionit fillon të flasë për procedurat e mbledhjes së mostrave.
Cernan dhe Schmidt nuk e përmendën kur më dritën. Jo në atë transmetim. Jo në asnjë transmetim publik pas atij. Por në vitin 2007, në një intervistë me dokumentaristin David Sington, Schmidt u pyet drejt për drejt. Çfarë ishin ato drita? Schmidt heshti për një moment. Pastaj tha: Unë nuk e di, por ato nuk ishin reflektime. Ato lëviznin me qëllim. Me qëllim? Pyeti Sington. Sikur diçka që po navigonte, tha Schmidt. Jo sikur diçka që po rëshqiste. Kjo është një dallim kritik. Një objekt që rrëshqet ndjek ligjet e fizikës. Një objekt që navigon ka kontroll, ka inteligjencë. NASA nuk ka komentuar kur për këtë intervistë, por në arkivat e Johnson Space Center ka një memo të brendshme nga vjetori i vitit 1972 që përshkruan anomali vizuale të raportuar nga ekuipazhi i Apollo 17. Memo përfundon me: asnjë shpjegim i konkluduar. Rekomandohet heshtje publike. Rekomandohet heshtje publike. Jo, nuk ka nevojë për shqetësim. Jo, fenomen natyror. Por rekomandohet heshtje. Tani le të shkojmë më thellë në atë që ndodhi gjatë Apollo 11, sepse historia zyrtare, ajo që NASA ju tregon, është se Armstrong dhe Aldrin zbarkuan, ecën për 2 orë 21 minuta, mblodhen 21 kg mostra shkëmbinjsh dhe u kthyen. Një mision i përsosur. Asnjë problem. Por ka një version tjetër. Një version që ekziston në fragmente, në transmetimet e ndërprera, në dëshmi nga operator radioamator që po dëgjonin frekuenca që nuk ishin zyrtarisht të publikuara. Në deklarata nga inxhinier që ishin në dhomën e kontrollit, por nuk ishin pjesë e ekipit zyrtar të transmetimit. Një nga këta inxhinier ishte Otto Binder, një ish shkencëtar i NASA-s që punoi në programin Mercury. Në vitin 1977, ai publikoi një artikull në revistën Saga ku përshkruante se çfarë dëgjoi një grup operatorësh radio në Vancouver gjatë zbarkimit të Apollo 11. Sipas Binder, këta operator kishin pajisje që mund të kapnin transmetimet e papërpunuara, ato që shkuan drejt për drejt nga hëna në stacionet e monitorimit para se të filtrohen nga NASA për transmetim publik. Dhe në ato transmetimet, ata dëgjuan këtë. Armstrong: çfarë është ajo atje? Kontrolli i misionit. Përsëritni 11. Armstrong: unë them se ka objekte të tjera këtu, të rreshtuar në anën tjetër të kraterit. Kontrolli i misionit. Përsëritni. Armstrong: le të shkojmë në Tango. Tango ishte një kod. Një kod që nuk ishte në asnjë manual publik të misionit. Dhe menjëherë pas kësaj, transmetimi publik u ndërpre për 63 sekonda. Binder shkroi si ai kontaktoi NASA për verifikim. Përgjigja zyrtare ishte: asnjë transmetim i tillë nuk ekziston në regjistrat tanë. Por këtu është problemi. Në vitin 2001, një inxhinier australian i quajtur Colin McKellar publikoi një analizë teknike të transmetimeve të Apollo 11. Ai kishte qasje në regjistrat origjinal nga stacioni Honeysuckle Creek, stacioni që mori sinjalet e para nga hëna para se të ridrejtoheshin në Houston. Dhe në ato regjistrat ka një boshllëk, 63 sekonda ku sinjali është i pranishëm, por audio është i zvendësuar me statik. McKellar shkroi: kjo nuk është një dështim teknik, kjo është një redaktim i qëllimshëm. NASA nuk ka përgjigjur kurrë në analizën e McKellar, por në vitin 2005 një grup kërkuesish australian kërkuan qasje në regjistrat origjinal të Honeysuckle Creek. U thanë se regjistrat janë humbur gjatë një riorganizimi të arkivave në vitet 80. Humbur. Regjistrat e misionit më të famshëm në historinë njerëzore. Humbur. Por le të supozojmë për një moment se kjo është e gjitha spekulim. Le të supozojmë se operatorët radio në Vancouver keq kuptuan. Le të supozojmë se Otto Binder e egzagjeroi. Le të supozojmë se regjistrat australian vërtet u humbën aksidentalisht. Atëherë si e shpjegoni këtë? Në vitin 1988, një dokumentar japonez i quajtur UFOS, The Best Evidence, intervistoi Maurice Chatelain, një ish specialist i komunikimeve të NASA-s që punoi në sistemet e Apollo. Chatelain tha diçka që asnjë punonjës i NASA-s nuk e kishte thënë kurrë publikisht.
Të gjitha fluturimet e Apollo dhe Gemini u ndoqën nga mjetet origjines së panjohur, tha ai. Sa herë që ndodhte, astronautët informonin kontrollin e misionit, i cili pastaj urdhronte heshtje absolute. Gazetari e pyeti: "Pse nuk e keni thënë këtë më herët?" "Sepse unë ende nënshkruaj një marrëveshje konfidencialiteti", tha Chatelain. "Por unë jam 78 vjeç tani. Çfarë do të më bëjnë? Të më arrestojnë?" Chatelain vdiq në vitin 1998, 10 vjet pas asaj interviste. Dhe në të gjitha ato 10 vjet, NASA nuk e paditën kur për shpifje, nuk e mohuan kur publikisht, thjesht heshti. Pse? Nëse ajo që Chatelain tha ishte rreme, pse të mos e sfidosh? Pse të mos e çosh në gjykatë dhe të provosh se ai po gënjente? Përgjigja më e thjesht është kjo. Sepse nëse NASA e sfidonte, Chatelain do të kishte të drejtë të paraqiste prova në mbrojtje, dhe ato prova do të bëheshin pjesë e regjistrit publik. Heshtja nuk është gjithmonë pranim, por ndonjëherë heshtja është strategji. Tani le të flasim për diçka që është edhe më e çuditshme, diçka që nuk ka të bëjë me transmetimet e ndërprera ose deklaratat e astronautëve, por me fotografit. Në arkivat publike të NASA-s ka mijëra fotografi nga misionet Apollo. Shumica janë të zakonshme, peizazhe lunare, pajisje, astronaut duke punuar, por ka një grup fotografish që janë të çuditshme. Në vitin 2010, një analist i pavarur i imazheve i quajtur Ken Johnston, një ish menaxher i laboratorit të dënave lunare të NASA-s, publikoi një koleksion fotografish që ai tha se ishin hequr nga arkivat publike. Këto fotografi tregonin objekte në sipërfaqen e hënës që nuk dukeshin naturore, struktura geometrike, forma që dukeshin shumë të rregullta për të qenë formacione shkëmbinjsh. NASA reagoi menjëherë. Ata thanë se Johnston kishte keq interpretuar artefakte fotografike, që fotografit tregonin thjesht shkëmbinj të ndriçuar në mënyrë të çuditshme nga dielli. Por Johnston nuk u tërhoq. Ai publikoi një analizë të detajuar duke treguar se disa nga këto shkëmbinj kishin hije që nuk përputeshin me pozicionin e diellit, që disa kishin forma që përsëriteshin në fotografi të ndryshme nga vende të ndryshme, diçka që nuk do të ndodhte nëse ishin formacione naturore. Dhe pastaj ai tha diçka që e bëri situatën edhe më të komplikuar. Unë nuk publikova fotografit më interesante, tha ai në një intervistë në vitin 2011. Ato që publikova ishin ato që mendova se njerëzit mund t'i pranojnë. Fotografit që nuk publikova, ato do t'i bënin njerëzit të mendojnë se jam i çmendur. Gazetari e pyeti: "Pse nuk i publikoni?" "Sepse unë nuk dua të përfundoj si Brian O'Leary", tha Johnston. Kjo ishte në mars të vitit 2011. Në gusht të njëjtit vit, Johnston u largua nga Shtetet e Bashkuara. Ai tani jeton në Meksik. Ai nuk ka dhënë intervista publike që nga viti 2013, por le të kthehemi te astronautët, sepse ka një model këtu që është shumë i qartë kur e shikoni nga larg. Edgar Mitchell flet hapur. Ai bën akuza specifike. Ai thot se ka prova. Ai vdes në vitin 2016 në moshën 85 vjeç. Shkaku zyrtar, natiror. Gordon Cooper flet hapur. Ai shkruan letra në Kombet e Bashkuara. Ai jep intervista. Ai vdes në vitin 2004 në moshën 77 vjeç. Shkaku zyrtar, dështimi i zemrës. Brian O'Leary flet hapur. Ai publikon libra. Ai thot se është duke u kërcënuar. Ai largohet nga vendi. Ai vdes në vitin 2011 në moshën 71 vjeç. Shkaku zyrtar, kancer. Maurice Chatelain flet hapur. Ai jep intervista. Ai vdes në vitin 1998 në moshën 78 vjeç. Shkaku zyrtar, natiror. Tani, këtu është gjëja. Njerëzit vdesin, veçanërisht njerëzit e moshuar, dhe shumica e këtyre vdekjeve janë plotësisht normale. Por çfarë është e pazakont është modeli. Astronautët që nuk flasin, si Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, jetojnë jetë të gjata, të qeta. Ata japin intervista të rralla, të kontrolluara. Ata nuk bëjnë akuza. Ata nuk sfidojnë narrativën zyrtare.
Astronautët që flasin, si Mitchell, Cooper, O'Leary, vdesin më të rinj. Ata përjetojnë probleme shëndetësore të papritura. Ata largohen nga jeta publike. Ata bëhen të heshtur në vitet e tyre të fundit. Kjo mund të jetë rastësi, por kur e shikoni modelin përsëri dhe përsëri, filloni të pyesni. Sa rastësi janë shumë rastësi? Tani, le të flasim për diçka që është edhe më e drejtë për drejtë. Diçka që nuk kërkon interpretim. Diçka që është thjesht fakt. Në vitin 1969, para se Apollo 11 të lëshojë, NASA lëshoi një direktivë të brendshme të quajtur Procedurat e komunikimit për anomali të paparashikuara. Kjo direktivë nuk u bë publike deri në vitin 2005, kur u deklasifikua si pjesë e një kërkese të ligjit të lirisë së informacionit. Direktiva thot këtë: në rast se ekuipazhi vëren fenomene që nuk mund të shpjegohen menjëherë me teknologji të njohur ose fenomene natyrore, ata duhet të përdorin kodet e parashaktuara të komunikimit dhe të shmangen nga përshkrimet e detajuara në kanalet e hapura. Leçoni këtë përsëri. Kodet e parashaktuara të komunikimit. Shmangni përshkrimet e detajuara. Kjo nuk është një protokoll për dështime teknike. Kjo është një protokoll për diçka që NASA e dinte se mund të ndodhte, diçka që ata kishin planifikuar paraprakisht. Dhe këtu është pjesa më interesante. Direktiva përfshin një listë të kodeve të miratuara që astronautët mund të përdorin. Një nga ato kode është Tango, kodi që Armstrong përdori në transmetimin që operatorët radio në Vancouver pretendojnë se e dëgjuan. Pra, nëse ky transmetim nuk ndodhi kurrë, nëse është thjesht një legjend urbane, atëherë pse NASA kishte një kod për të saktësisht atë lloj situate? Le të shkojmë edhe më thellë, sepse ka një pyetje që askush nuk e bën. Pse NASA do të fshehë diçka të tillë? Përgjigjja e zakonshme është sepse do të shkaktonte panik. Por çë nuk ka kuptim? Nëse NASA zbuloi prova të jetës inteligjente, kjo do të ishte zbulimi më i madh në historinë njerëzore. Do të ishte një triumf shkencor. Do të justifikonte çdo dollar që është shpenzuar ndonjëherë për eksplorimin e hapësirës. Pra, pse ta fshesh? Ka vetëm dy përgjigje të mundshme. E para, sepse ajo që u zbulua nuk ishte thjesht jetë inteligjente, ishte diçka më e komplikuar. Diçka që sfidonte kuptimet tona themelore për realitetin. Diçka që, nëse do të zbulohej, do të ndryshonte gjithçka, jo vetëm shkencën, por politikën, fen, ekonominë. E dyta, sepse ajo që u zbulua nuk ishte e jona për të zbuluar, sepse dikush tjetër, diçka tjetër, na tha të heshtim. Të dyja këto përgjigje tingëllojnë si shkencë fantastike, por këtu është gjëja. Kur dëgjoni astronautët të flasin, njerëz që kanë qenë atje, që kanë parë diçka, ata nuk tingëllojnë si njerëz që po shpikan histori. Ata tingëllojnë si njerëz që po përpiqen të tregojnë një të vërtetë që nuk lejohen ta tregojnë plotësisht. Edgar Mitchell tha, ne kemi qenë të vizituar. Jo unë mendoj, jo ka prova që sugjerojnë, por kemi qenë të vizituar. Gordon Cooper tha, shumica e astronautëve ishin të ndaluar. Jo disa njerëz besojnë, por ishin të ndaluar. Neil Armstrong tha, shtresat mbrojtëse të së vërtetës. Jo mistere të pasgjidhura, por shtresa mbrojtëse. Këta janë njerëz që zgjedhin fjalët me kujdes, njerëz që e dinë se çdo fjalë që thonë do të analizohet, dhe ata ende zgjodhen të përdorin gjuhë që nënkupton jo vetëm njohuri, por fshehtësi të qëllimshme. Tani, le të flasim për diçka që ndodhi shumë më vonë, diçka që nuk ka të bëjë me Apollo, por që lidhet drejt për drejt me pyetjen. Çfarë e di NASA që ne nuk e dim? Në vitin 2021, NASA lëshoi një raport të quajtur Studimi i fenomeneve ajrore të pa-identifikuara. Ky raport analizoi 143 raste të takimeve me objekte të panjohura nga pilotu ushtarak midis viteve 2004 dhe 2021. Raporti konkludoi se në 128 nga ato raste, objektet shfaqën karakteristika që nuk mund të shpjegohen me teknologji të njohur. Që ato lëviznin në mënyra që shkelnin ligjet e njohura të fizikës, që ato nuk kishin sisteme të dukshme propulsioni, që ato ndryshonin drejtim me shpejtësi që do të vrisnin çdo pilot njerëzor. Ky nuk është një raport nga një grup konspiracioni,
Ky është një raport zyrtar nga Zyra e Drejtorisë të Inteligjencës Kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Dhe këtu është pjesa më interesante. Raporti thotë: disa nga këto objekte mund të jenë teknologji e huaj, disa mund të jenë fenomene atmosferike, por për një në grup të tyre, ne nuk kemi shpjegim. Leshoni këtë përsëri. Ne nuk kemi shpjegim. Jo, ne po hetojmë. Jo, ne mendojmë se mund të jetë, por ne nuk kemi shpjegim. Kjo është hera e parë që Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka pranuar publikisht se ka objekte që fluturojnë në hapësirën tonë ajrore që ne nuk mund t'i shpjegojmë, që shfaqin teknologji që ne nuk e kuptojmë, që mund të mos jenë të tonat. Pra nëse qeveria po pranon këtë tani, në vitin 2021, çfarë dinin ata në vitin 1969? Le të kthehemi te Buzz Aldrin, sepse ka një moment në karrierën e tij që shumica e njerëzve nuk e din. Në vitin 2017, Aldrin dha një intervistë për një podcast të quajtur The Joe Rogan Experience. Ishte një bisede gjatë, e lirshme, dhe në një moment, Rogan e pyeti: a keni parë ndonjëherë diçka në hapësirë që ju bëri të mendoni, çfarë dreqin është ajo? Aldrin heshti për një moment, pastaj tha: po, në Apollo 11, dhe unë nuk e di ende se çfarë ishte. Rogan e shtyu: por NASA ju dha një shpjegim apo jo? Ata na dhanë një shpjegim, tha Aldrin, por unë nuk jam i sigurt se e besoj. Pse jo? Pyeti Rogan. Aldrin buzëqeshi: sepse unë isha atje, dhe ajo që pash nuk përputhej me atë që ata thanë që ishte. Kjo është deklarata më e drejtpërdrejtë që Aldrin ka bërë ndonjëherë. Jo në një intervistë televizive ku mund të redaktohej, jo në një konferencë shtypi ku mund të kontrollohej, por në një podcast 3 orësh ku ai fliste lirshëm. Dhe këtu është gjëja. Brenda 24 orëve, ajo pjesë e intervistës u fshi nga versioni i publikuar. Rogan postoi një sqarim duke thënë se, për arsye ligjore, ne duhet të hiqnim disa segmente. Por përdoruesit që e kishin dëgjuar transmetimin live e kishin regjistruar, dhe brenda një jave, ajo pjesë ishte në të gjithë internetin. NASA nuk ka komentuar kur. Aldrin nuk ka komentuar kur. Dhe Rogan nuk ka shpjeguar kur se cilat arsye ligjore e detyruan ta fshinte atë. Pra, ku na lë kjo? Ne kemi astronaut që thonë se pan diçka. Ne kemi transmetime që u ndërpren. Ne kemi dokumente që u deklasifikuan që tregojnë se NASA kishte protokolle për anomali të paparashikuara. Ne kemi fotografi që tregojnë objekte që nuk duken natyrore. Ne kemi një raport qeveritar që pranon se ka objekte që ne nuk mund t'i shpjegojmë. Dhe ne kemi një model të qartë. Njerëzit që flasin hapur përfundojnë të heshtur. Njerëzit që sfidojnë narrativen zyrtare përfundojnë të izoluar. Njerëzit që kërkojnë të vërtetën përfundojnë të larguar. Kjo nuk është teori konspirative. Kjo është vëzhgimi i modelit. Dhe modeli thot këtë: ka diçka që NASA nuk na tregon. Diçka që astronautët e din, por nuk lejohen ta thonë plotësisht. Diçka që, nëse do të zbulohej, do të ndryshonte gjithçka që mendojmë se dim për vendin tonë në univers. Por çfarë është ajo diçka saktësisht? Dhe pse heshtja vazhdon 50 vjet më vonë? Për të kuptuar këtë, duhet të shkojmë përtej deklaratave publike, përtej transmetimeve të ndërprera, përtej fotografive dhe dokumenteve. Duhet të shkojmë në atë që ndodhi pas Apollo, në programet që erdhën pas. Në arsyet pse ne nuk kemi kthyer kurrë në hën. Sepse kjo është pyetja që askush nuk e bën. Nëse Apollo ishte një triumf i til, nëse ne e pushtuam hënën, atëherë pse u ndal? Pse ne nuk ndërtuam baza? Pse ne nuk vazhduam eksplorimin? Përgjigjja zyrtare është sepse ishte shumë e shtrenjtë. Por këtu është problemi. Në vitet 70, NASA kishte plane për baza lunare. Ata kishin dizajn, ata kishin buxhete, ata kishin mbështetje politike. Dhe pastaj, papritur, gjithçka u anullua. Jo ngadalë, jo gradualisht, por menjëherë. Apollo 17 ishte misioni i fundit. Dhe pas atij, për 50 vjet, asnjë njeri nuk ka shkuar përtej orbitës së ulët të tokës. Pse? Përgjigjja zyrtare nuk ka kuptim. Por ka një përgjigje tjetër, një përgjigje që astronautët kanë nënkuptuar, një përgjigje që dokumentet e deklasifikuara sugjerojnë.
Një përgjigje që, nëse është e vërtet, shpjegon gjithçka. Ne nuk u ktiem në hën sepse na thanë të mos kthehemi. Në 18 dhjetor të vitit 1972, Eugene Cernan u bë njeriu i fundit që eci në hën. Ndërsa hidhte hapin e fundit në shkallët e modulit lunar, ai tha: "Ne largohemi siç erdhëm dhe nëse Zoti do, siç do të kthehemi, me paqe dhe shpresë për të gjithë njerëzimin." 51 vjet më vonë, ne ende nuk jemi kthyer. Por këtu është gjëja që askush nuk ju tregon. Në janar të vitit 1973, vetëm një muaj pas Apollo 17, NASA filloi një program të ri. Një program që nuk u reklamua. Një program që nuk kishte konferenca shtipi. Një program që ekzistonte vetëm në dokumente të klasifikuara deri në vitin 2018. Emri i tij, Lunar Reconnaissance Orbiter Advanced Studies. Emri zyrtar. Por brenda NASA-s ai kishte një emër tjetër. Një emër që shfaqet në memo të brendshme që u deklasifikuan pjesërisht. Projekti Sentinel. Qëllimi i deklaruar: monitorim afatgjati sipërfaqes lunare për aktivitet gjeologjik. Por këtu është detaji që e bën këtë të çuditshëm. Hëna është gjeologjikisht e vdekur. Nuk ka aktivitet tektonik. Nuk ka vulkane aktiv. Nuk ka asgjë për të monitoruar. Pra, çfarë po monitoronin ata vërtet? Në vitin 2018, një ish analist i NASA, si quajtur Richard Hoover, publikoi një artikull në Journal of Astrobiology, ku përshkruante se kishte pasur qasje në të dhëna nga projekti Sentinel. Ai shkroi: "Satelitët zbuluan anomali termike në rajone specifike të hënës, zona që nxirrnin nxehtësi në mënyra që nuk mund të shpjegoheshin me rezatim dielor ose me radioaktivitet natyror." Anomali termike. Në një trup qiellor që supozohet të jetë plotësisht i ftohtë. Hoover shkoi më tej. Ai tha se këto anomali nuk ishin të rastësishme. Ato shfaqeshin në modele. Modele që përsëriteshin çdo 28 ditë, saktësisht kohëzgjatja e një cikli lunar. "Sikur diçka atje po ndizej dhe fikej", shkroi ai. "Sikur diçka që po reagonte ndaj pozicionit të tokës." NASA e mohoi menjëherë. Ata thanë se Hoover kishte keq interpretuar të dhënat të vjetruara, që anomalit ishin thjesht artefakte nga sensorët e vjetër, që asnjë monitorim i tillë nuk ishte ndodhur kurrë. Por në vitin 2020, një grup kërkuesish japonez publikua një analizë të pavarur të imazeve satelitore lunare nga misioni i tyre Kaguya. Ata zbuluan saktësisht të njëjtat anomali termike, në saktësisht të njëjtat vende, me saktësisht të njëjtin model 28 ditor. NASA nuk ka komentuar për studimin japonez, por brenda 6 muajsh projekti Sentinel u mbyll zyrtarisht. Arsyeja e dhënë: mungesë financimi. Tani le të flasim për diçka që ndodhi edhe më herët, diçka që lidhet drejt për drejt me pyetjen: çfarë pan astronautët e Apollo? Në vitin 1970, NASA publikoi një dokument të quajtur Chronological Catalog of Reported Lunar Events. Ky katalog listonte çdo fenomen të pazakont që ishte raportuar në hën që nga viti 1575. Drita të çuditshme, shkëlqime, ndryshime ngjyre, hije që lëviznin. Katalogu përmbante 855 raporte. 855 nga astronom profesionist, nga observatore, nga teleskop të ndryshëm, në vende të ndryshme. Por këtu është pjesa interesante. Katalogu ndalon në vitin 1967, 2 vjet para Apollo 11. Asnjë raport pas asaj date nuk u përfshi kurrë në asnjë version të përditësuar. Pse? Andaluan fenomenet papritur? Andaluan astronomët së vëzhguari? Jo. Në vitin 2003, një astronom britanik i quajtur Brian Cudnik publikoi një studim ku kishte analizuar raporte të papublikuara nga observatore private midis viteve 1968 dhe 2002. Ai gjeti 173 raporte shtesë të fenomeneve të pazakonta lunare. Por asnjë nga këto nuk ishte përfshirë kurrë në katalogët zyrtar të NASA-s. Cudnik shkroi: duket se pas vitit 1967, ka pasur një vendim të qëllimshëm për të ndaluar katalogimin publik të këtyre fenomeneve. Një vendim të qëllimshëm. Jo një harres, jo një mungesë interesi, por një vendim.
Dhe data është kritike. 1967. Viti kur NASA filloi trajnimin intensiv për misionet Apollo. Viti kur astronautët filluan të simulojnë zbarkim lunar. Viti kur gjithçka u bë sekret. Le të shkojmë më fëll në atë që ndodhi gjatë Apollo 10. Ky ishte misioni para Apollo 11, një provë përfundimtare, ku moduli lunar zbriti në 10 kilometra nga sipërfaqja e Hënës, por nuk u ull. Ishte maj i vitit 1969. Ekuipazhi: Thomas Stafford, John Young dhe Eugene Cernan. 3 astronaut me përvojë. 3 burra që kishin fluturuar në hapësirë më parë. 3 njerëz që nuk trembeshin lehtë. Dhe gjatë orbitës së tyre të ulët, diçka ndodhi që nuk ishte në asnjë plan misioni. Në transmetimin publik ju mund të dëgjoni këtë. Cernan: Kemi muzikë këtu. Kontrolli i misionit? Përsëritni 10. Cernan: Unë them se po dëgjojmë muzikë, sigur një fishkëllim, një tingull i lartë. Stafford: Ju e dëgjoni atë gjithashtu? Young: Po, çfarë dreqin është ajo? Transmetimi vazhdon për 15 sekonda. Ju mund të dëgjoni diçka në sfond, një tingull i lartë, modulues, jo statik, jo interferencë radio, por diçka që tinglon e qëllimshme. Pastaj kontrolli i misionit. 10, ne po kontrollojmë, qëndroni në linjë. Një pauzë. 32 sekonda. Pastaj 10, ajo është interferencë nga sistemet tuaja të komunikimit, asgjë për të shqetësuar. Por këtu është problemi. Në vitin 2006, kur NASA publikoi regjistrat audio të plota të Apollo 10, ajo pjesë e transmetimit kishte një shënim. Një shënim që thoshte: burimi i tingullit nuk u identifikua kur përfundimisht. Jo ishte interferencë, por nuk u identifikua kur. Në vitin 2008, Eugene Cernan dha një intervistë për Science Channel ku u pyet drejt për këtë. Ai tha: Ishte e çuditshme, shumë e çuditshme. Ne nuk e dinim se çfarë ishte, dhe kur u kthijem, na thanë të mos flisnim për të. Pse? Pyeti gazetari. Sepse njerëzit do të mendonin se jemi të çmendur, tha Cernan, ose më keq, do të mendonin se po fshihnim diçka. Por këtu është ironia. Duke mos folur për të, ata vërtet po fshihnin diçka. Dhe tani, dekada më vonë, kur e vërteta del, tingëllon edhe më keq se sa do të tingëllonte atëhere. Tani, le të flasim për diçka që është edhe më specifike, diçka që lidhet me një vend të veçantë në Hën, një vend që shfaqet përsëri dhe përsëri në raporte të ndryshme. Krateri Aristarkus. Një krater i madh në anën e dukshme të Hënës në rajonin e quajtur Oceanus Procellarum. Ky krater është i veçantë për disa arsye. Së pari, është një nga vendet më të ndritshme në Hën. Shkëmbinjtë atje reflektojnë më shumë dritë se kudo tjetër. Së dyti, është një nga vendet më të raportuara për fenomene të pazakonta. Që nga viti 1575 ka pasur 112 raporte të dritave të çuditshme në ose rreth Aristarkus. Drita që shkëlqejnë, drita që lëvizin, drita që ndryshojnë ngjyrë. Dhe këtu është detaji kritik. Gjatë Apollo 15, misioni në prill të vitit 1971, ekuipazhi kaloi mbi Aristarkus, dhe ata raportuan se pan një shkëlqim të fortë në brendësi të kraterit. Komandanti David Scott tha: Unë po shoh një dritë në Aristarkus, shumë e ndritshme, sikur diçka që po reflekton diellin, por dielli nuk është në kënd të duhur. Kontrolli i misionit u përgjigj: Mund të përshkruani më saktë? Është sikur një pasqyrë, tha Scott, ose sikur metali ilustruar. Por nuk ka asgjë atje që duhet të jetë kaq reflektuese. Transmetimi vazhdon. Scott e përshkruan dritën për 67 sekonda, pastaj kontrolli i misionit e ndërpret. 15, le të vazhdojmë me procedurat e planifikuara. Tema ndryshon. Drita nuk përmendet kur më, por në vitin 2009, Scott dha një intervistë për një dokumentar britanik. Ai u pyet: Çfarë ishte ajo dritë në Aristarkus? Scott heshti për një moment. Pastaj tha: Unë nuk e di, por unë e di se nuk ishte diçka natyrore. Dhe e di se na thanë të mos e diskutonim më. Kush ju a tha?
pyeti gazetari. Njerëz që kishin autoritet, tha Scott. Njerëz që nuk duan të identifikohen. Tani, le të lidhim këtë me diçka që ndodhi shumë më vonë, diçka që nuk ka të bëjë me Apollo, por që tregon se modeli vazhdon. Në vitin 2007, Kina lëshoi misionin e saj të parë lunar, Chang'e-1, një satelit që orbitoi Hënën dhe mori fotografi me rezolucion të lartë. Në vitin 2008, Agjencia Hapësinore Kombëtare Kineze publikoi disa nga këto fotografi, por jo të gjitha. Në vitin 2011, një rrjedhje nga brenda agjencisë zbuloi se kishte fotografi të ndjeshme që nuk ishin publikuar kurrë. Fotografi që tregonin struktura të pazakonta në sipërfaqen e Hënës. Një nga këto fotografi, e publikuar në një forum kinez para se të fshihej, tregonte diçka në krateri Aristarkus. Diçka që dukej si një strukturë gjeometrike. Jo një shkëmb, jo një formacion natyror, por diçka me kënd të drejta. Diçka që dukej e ndërtuar. Brenda 24 orëve, fotografia u fshi. Forumi u mbër. Dhe qeveria kineze lëshoi një deklaratë duke thënë se fotografia ishte një falsifikim i krijuar nga përdorues të pa autorizuar. Por këtu është problemi. Metadata e fotografisë, informacioni i fshehur në skedarin digjital, tregonte se ishte bërë me kamerën e saktë që ishte në Chang'e-1, në datën e saktë kur sateliti kaloi mbi Aristarkus, me parametrat e saktë të ekspozimit që do të priteshin nga ajo kamerë. Nëse ishte një falsifikim i përsosur. Aq i përsosur sa do të kërkonte qasje në të dhënat e vërteta të misionit. Le të shkojmë edhe më thellë, sepse ka një pyetje që askush nuk e bën. Nëse ka diçka në Hënë që po fshihet, pse vetëm NASA e di? Çfarë për vendet e tjera që kanë dërguar misione lunare? Përgjigjja është, ata gjithashtu e din, dhe ata gjithashtu po heshtim. Në vitin 2014, Rusia deklasifikoi një grup dokumentesh nga programi i tyre lunar i viteve 60 dhe 70. Një nga këto dokumente ishte një raport nga misioni Luna 23, një mision robotik që mblodhi mostra nga Hëna në vitin 1975. Raporti përshkruante një anomali magnetike të pazakontë, që u zbulua në rajonin Mare Crisium, një zonë ku fusha magnetike ishte 100 herë më e fortë se sa pritej. Dhe kjo fush nuk ishte statike, ajo pulsonte. Çdo 28 ditë. Përsëri, cikli 28 ditor. Përsëri, një model që lidhet me pozicionin e tokës. Raporti përfundonte me: rekomandohet hetim i mëtejshëm, por për arsye politike, kjo informacion nuk duhet të ndahet me partnerët perëndimor. Arsye politike, jo arsye shkencore, por politike. Kjo do të thotë se Rusia e dinte se kishte diçka të pazakontë dhe ata vendosën të mos e ndanin. Jo sepse nuk ishte interesante shkencërisht, por sepse do të kishte pasoja politike. Çfarë lloj pasojash? Çfarë mund të jetë aq e ndjeshme sa edhe gjatë luftës së ftohtë, kur BRSS dhe SHBA po garisnin për supremaci hapësinore, ata vendosën të mos e përdornin këtë informacion si propagandë. Ka vetëm një përgjigje që ka kuptim. Sepse nëse Rusia e publikonte, SHBA do të detyrohej të konfirmonte, dhe konfirmimi do të hapte një kuti Pandore që asnjë qeveri nuk donte ta hapte. Tani, le të flasim për diçka që është edhe më e drejtë për drejtë. Diçka që lidhet me pyetjen, çfarë po ndodh në Hënë tani? Në vitin 2019, Kina zbriti një rover në anën e largët të Hënës. Misioni Chang'e-4. Ishte hera e parë që ndonjë aparat njerëzor kishte zbritur në anën që ne nuk e shohim kurrë nga toka. Për 3 muaj, roveri dërgoi fotografi dhe të dëna. Pastaj, në prill të vitit 2019, transmetimet u ndërpren papritur. Qeveria kineze tha se ishte një problem teknik, që roveri kishte hyrë në modalitet gjumi për shkak të temperaturave të ulta. Por këtu është problemi. Roveri ishte projektuar për të funksionuar në temperatura deri në minus 170 gradë Celsius, dhe temperaturat në atë kohë ishin vetëm minus 130. Brenda specifikimeve, për 6 muaj asnjë komunikim. Pastaj, në tetor të vitit 2019, roveri u zgjua papritur.
filloi të transmetoj përsëri. Por diçka kishte ndryshuar. Fotografia që erdhi pas zgjimit tregonin se roveri kishte lëvizur, jo pak, por 112 metra. Në një drejtim që nuk ishte në asnjë plan misioni. Qeveria kineze nuk ka shpjeguar kur këtë. Ata thjesht vazhduan të publikojnë fotografi sikur asgjë e pazakont nuk kishte ndodhur. Por në vitin 2020, një inxhinier kinez që punonte në programin hapësinor u arratis në Shtetet e Bashkuara. Ai kërkoi azil dhe në dëshminë e tij ai tha diçka që nuk është raportuar kurrë në mediat perëndimore. Roveri nuk pati problem teknik, tha ai. Ai u komandua të ndaloj transmetimet sepse zbuloi diçka që qeveria nuk donte të publikonte. Diçka që ndryshonte gjithçka që mendonim se dinim për hënën. Kur u pyet se çfarë ishte ajo diçka, ai tha: "Unë nuk kam qasje në detaje, por më thanë se kishte të bënte me struktura artificiale dhe se kishte një marrëveshje ndërkombëtare për të mos e publikuar." Një marrëveshje ndërkombëtare midis vendeve që supozohet të jenë rival, midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, midis Rusisë dhe Evropës. Nëse kjo është e vërtet, do të thotë se të gjitha fuqit kryesore hapësinore po bashkëpunojnë për të mbajtur diçka sekret. Diçka që ata të gjithë e dinë. Diçka që ata të gjithë kanë rënë dakord të mos e zbulojnë. Le të kthehemi te astronautët, sepse ka një model tjetër që është shumë i qartë kur e shikoni nga larg. Çdo astronaut që ka folur hapur për anomali ka qenë i pensionuar. Asnjë astronaut aktiv nuk ka bërë kurrë deklarata të tilla, asnjë. Pse? Sepse astronautët aktiv nënshkruajnë marrëveshje konfidencialiteti që vazhdojnë edhe pas pensionimit. Por ka një klauzoll në ato marrëveshje që shumica e njerëzve nuk e dinë. Një klauzoll që thotë se nëse një astronaut zbuloi informacion të klasifikuar, ai mund të humbash pensionin. Mund të humbash përfitimet shëndetësore. Mund të humbash çdo lidhje me NASA. Pra, kur Edgar Mitchell flet, ai po rrezikon gjithçka. Kur Gordon Cooper shkruan letra në Kombet e Bashkuara, ai po rrezikon gjithçka. Kur Brian O'Leary publikon libra, ai po rrezikon gjithçka. Këta nuk janë njerëz që po kërkojnë vëmendje. Këta janë njerëz që po bëjnë një zgjedhje të vështirë. Ata po zgjedhin të vërtetën mbi sigurinë. Ata po zgjedhin transparencën mbi rehatin. Dhe çfarë po ndodh me ta? Ata po izolohen. Po etiketohen si teoristë konspiracioni. Po humbasin kredibilitetin, po vdesin në heshtje. Kjo nuk është rastësi, kjo është strategji. Një strategji që ka funksionuar për 50 vjet, por diçka po ndryshon, sepse në vitet e fundit ka pasur një ndryshim në mënyrën se si qeverit po flasin për fenomenet e pazakonta. Në vitin 2021, Pentagoni publikoi ato video të famshme të takimeve me objekte të panjohura. Video që tregonin objekte që lëviznin në mënyra që shkelnin fizikën e njohur, që ndryshonin drejtim pa humbur shpejtësi, që zhyteshin në ujë pa krijuar val. Dhe për herë të parë, zyrtar ushtarak të lartë dollën publikisht dhe thanë: "Ne nuk e dim se çfarë janë këto, por ato janë reale." Kjo është një ndryshim i madh. Për dekada qeveria mohoi, tani ata po pranojnë. Jo plotësisht, por mjaftueshëm për të hapur derën. Pse? Pse tani? Pas 50 vitesh heshtje, pse papritur transparencë? Ka dy teori. E para, sepse teknologjia e ka bërë të pamundur të fsheheshme. Me satelit privat, me kamera kudo, me internet, sekretet nuk mund të mbahen përgjithmonë. E dyta, sepse diçka po ndodh që po i detyron ata të përgatiten publikun. Diçka që po vjen. Diçka që nuk mund të fshihet më. Të dyja këto teori janë të frikshme. Sepse nëse e para është e vërtet, do të thotë se qeveria ka gënjur për dekada. Dhe nëse e dyta është e vërtet, do të thotë se diçka shumë më e madhe po afron. Le të shkojmë në një eksperiment mendor. Le të supozojmë për një moment se astronautët po thonë të vërtetën. Që ata vërtet pan diçka në hënë. Që ata vërtet u thanë të heshtim. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se ka një inteligjencë tjetër që ka qasje në hënë. Një inteligjencë që ka teknologji që ne nuk e kuptojmë. Një inteligjencë që, për arsye që ne nuk i dim, nuk dëshiron të zbulohet. Por këtu është pyetja që askush nuk e bën. Nëse kjo inteligjencë nuk dëshiron të zbulohet, pse të lejoj astronautët të shkojnë atje? Pse të mos i ndaloj plotësisht? Ka vetëm një përgjigje që ka kuptim.
sepse ata duan që ne të dim. Jo publikisht, jo zyrtarisht, por ata duan që disa njerëz, njerëzit e duhur, të dim se ata janë atje. Kjo t'i ngëllon si shkencë fantastike, por mendoni për këtë. Nëse ju ishit një qytetërim i avancuar që po vëzhgonte një qytetërim më primitiv, Si do të veproni? A do të zbuloheshit plotësisht? A do të fshiheshit plotësisht? Ose do të bëni diçka në mes? Do të linin gjurmë? Do të linin prova? Jo mjaftueshëm për të provuar ekzistencën tuaj për te çdo dyshimi, por mjaftueshëm për t'i bërë njerëzit të pyesin. Mjaftueshëm për t'i bërë ata të kërkojnë. Kjo është saktësisht ajo që po shohim. Prova që janë mjaftueshëm të forta për t'i bërë njerëzit serioz të pyesin, por jo aq të forta sa qeverit të detyrohen të pranojnë. Tani le të flasim për diçka që është edhe më shqetësuese. Diçka që lidhet me pyetjen çfarë po ndodh në tokë. Në vitet e fundit, ka pasur një rritje të raporteve të takimeve me objekte të panjohura nga pilotë ushtarak. Jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por në të gjithë botën, në Kinë, në Rusi, në Evropë, në Amerikën e Jugut, dhe këto raporte kanë një model. Objektet shfaqen afër bazave ushtarake, afër centraleve bërthamore, afër vendeve ku testohen teknologji të avancuara. Sikur diçka po monitoron, sikur diçka po vëzhgon se çfarë po bëjmë, sikur diçka po vlerëson nëse jemi gati. Gati për çfarë? Kjo është pyetja që askush nuk guxon ta bëjë me zë të lartë, por është pyetja që të gjithë po mendojnë. Në vitin 2023, një ish zyrtar I lartë I inteligjencës së SHBA së da një intervistë anonime për New York Times. Ai tha: "Ne jemi në një moment kritik. Fenomenet që po shohim nuk janë të reja, por frekuenca po rritet, intensiteti po rritet, sikur diçka po ndërton drejt diçkaje." Gazetari e pyeti: "Drejt çfarë?" "Nëse e dija," tha zyrtari, "nuk do të isha këtu duke folur me ju. Do të isha në një bunkër diku." Kjo nuk është humor. Kjo është frikë. Frikë nga dikush që ka qasje në informacion që ne nuk e kemi. Le të kthehemi te hëna për një moment të fundit, sepse ka një detaj që e lidh gjithçka së bashku. Në vitin 2024, NASA njoftoi se do të kthejë astronaut në hënë deri në vitin 2025. Programi Artemis, një mision që supozohet të vendos bazën e parë të përhershme lunare. Por këtu është gjëja e çuditshme. Në planet e misionit ka një klauzol që nuk është reklamuar shumë. Një klauzol që thotë se zonat të caktuara të hënës do të jenë jashtë kufive për eksplorim. Zona jashtë kufive. Në një trup qiellor që supozohet të jetë I lirë për eksplorim. Cilat zona? NASA nuk ka specifikuar publikisht, por në dokumentet të brendshme që u rrjedhën në vitin 2023, ka një hartë. Një hartë që tregon 5 rajone që janë shënuar si zona të kufizuara. Një nga ato zona është krateri Aristarkus. Një tjetër është Mare Critium, vendi ku Rusia zbuloi anomalinë magnetike. Një tjetër është Oceanus Procellarum, vendi ku Apollo 10 dëgjoi muzikën. Pse këto zona janë të kufizuara? Çfarë ka atje që NASA nuk dëshiron që astronautët e rinj ta shohin? Përgjigjja zyrtare është: për të mbrojtur vende me rëndësi shkencore. Por kjo nuk ka kuptim. Nëse janë me rëndësi shkencore, pse të mos I eksplorosh? Pse ti shpallësh jashtë kufive? Ka vetëm një përgjigje që ka kuptim. Sepse ka diçka atje që nuk duhet të shihet. Diçka që, nëse do të zbulohej, do të konfirmonte gjithçka që astronautët e vjetër kanë thënë. Pra, ku na lë kjo? Ne kemi 50 vjet heshtje, 50 vjet mohim, 50 vjet astronaut që flasim dhe pastaj heshtin, 50 vjet dokumente të klasifikuara që dalin nga dal, cop, duke zbuluar një model që bëhet gjithnjë më I qartë. Dhe tani, në vitin 2026, ne jemi në prag të kthimit në hënë. Por jo si herën e parë. Këtë herë me zona të kufizuara. Këtë herë me marrëveshje ndërkombëtare që askush nuk I shpjegon plotësisht. Këtë herë me një ndjenjë se diçka po fshihet ende. Astronautët e Apollos po vdesin. Edgar Mitchell vdiq.
Gordon Cooper vdiq. Brian O'Leary vdiq. Eugene Cernan vdiq. Brenda 20 vitesh, të gjithë ata që ecën në hën do të kenë vdekur, dhe me ta do të vdes edhe dëshmia e drejt për drejt. Do të mbeten vetëm regjistrat, dokumentet, fotografit dhe pyetjet që askush nuk guxon t'i bëj me zë të lartë. Por pyetjet nuk zhduken, ato vetëm bëhen më urgjente. Sepse sa më shumë që mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa pak e dim, dhe kjo është e vërteta më e frikshme e të gjitha. Jo se ka sekrete, por se sekretet janë aq të mëdha sa edhe ata që i din nuk guxojnë t'i tregojnë. Në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, ka një takim që po zhvillohet në një dhomë të sigurt në Johnson Space Center në Houston. Nuk ka kamera, nuk ka gazetar, vetëm 23 njerëz, inxhinier, shkencëtar, zyrtar të inteligjencës, që po diskutojnë diçka që publikisht nuk ekziston. Emri i takimit: Artemis Anomaly Response Protocol, protokolli i përgjigjes ndaj anomalisë Artemis. Ky takim nuk është në asnjë kalendar zyrtar, nuk ka minuta që do të publikohen ndonjëherë, por ai ndodh çdo 3 muaj që nga viti 2022 dhe qëllimi i tij është i thjeshtë: të përgatitet për atë që mund të ndodh kur astronautët e rinj shkojnë në hën. Jo nëse, por kur, sepse ata e dinë se diçka është atje. Ata e kanë ditur për 57 vjet, dhe tani, për herë të parë që nga Apollo, ata po dërgojnë njerëz përsëri. Dhe këtë herë nuk mund ta kontrollojnë gjithçka, sepse këtë herë astronautët do të kenë kamera që transmetojnë drejt për drejt në internet. Këtë herë do të ketë satelit privat që monitorojnë çdo lëvizje. Këtë herë, sekretet nuk mund të mbahen si në vitin 1969, dhe kjo i tmerron ata. Le të flasim për diçka që shumica e njerëzve nuk e din, diçka që ndryshon gjithçka. Në vitin 2022, një kompani private e quajtur Intuitive Machines, e kontraktuar nga NASA, dërgoi një lander të vogël në hën, misioni IM-1. Qëllimi zyrtar: testim teknologjie për misionet e ardhshme Artemis. Por kishte një qëllim tjetër, një qëllim që nuk u reklamua. Një qëllim që shfaqet vetëm në dokumentet të brendshme që u rrjedhën në vitin 2024. Landerët mbarte një pajisje të quajtur Lunar Exosphere and Dust Environment Explorer, emri zyrtar. Por brenda NASA-s ai kishte një emër tjetër: Sentinel-2. Po, Sentinel. I njëjti emër si programi i klasifikuar nga vitet 70. Dhe çfarë zbuloi kjo pajisje? Sipas dokumenteve të rrjedhura, ajo zbuloi saktësisht të njëjtat anomali që Sentinel origjinal kishte gjetur 50 vjet më parë. Anomali termike. Në të njëjtat vende, me të njëjtin model, 28 ditor, por këtë herë kishte diçka më shumë. Pajisja zbuloi gjithashtu emisione elektromagnetike të pazakonta. Sinjale që nuk mund të shpjegoheshin me rrezatim diellor, sinjale që kishin një strukturë, një model, sikur komunikim. NASA nuk ka publikuar kur këto të vëna. Kur u pyet, ata thanë se pajisja pati një funksionim të gabuar, që të dhënat ishin të pabesueshme, që asgjë e rëndësishme nuk u zbulua. Por këtu është problemi. Intuitive Machines, kompania private që ndërtoi landerin, publikoi një raport teknik në vitin 2023, dhe në atë raport ata thanë se pajisja funksionoi brenda specifikimeve për të gjithë misionin, që të dhënat ishin të vlefshme dhe të sakta. Pra kush po gënjen? NASA apo kompania që ndërtoi pajisjen? Përgjigjja është e thjeshtë. Askush nuk po gënjen. NASA po fsheh, dhe kompania private, që nuk ka të njëjta detyrime konfidencialiteti, po tregon të vërtetën, pa e kuptuar plotësisht se çfarë po tregon. Tani, le të flasim për diçka që është edhe më e drejtë për drejtë, diçka që lidhet në pyetjen çfarë po ndodh me astronautët e rinj? Në vitin 2023, NASA zgjodhi ekuipazhin për Artemis 2, misioni i parë me njerëz që do të orbitojë hënën që nga Apollo 17. 4 astronautë, 3 amerikan dhe 1 kanadez. Dhe gjatë trajnimit të tyre, diçka e pazakontë ndodhi. Një nga astronautët, një grua e quajtur Christina Koch, u largua papritur nga programi. Arsyeja zyrtare, arsye personale. Por këtu është detaji që askush nuk e raportoi.
2 javë para se të largohej, Kok dha një intervistë për një podcast të vogël shkencor, dhe në atë intervistë ajo tha diçka që tani duket shumë e çuditshme. Unë jam e emocionuar për të shkuar në hën, tha ajo. Por gjithashtu jam e shqetësuar, sepse gjatë trajnimit na treguan gjëra që nuk prisja ti dëgjoja. Gjëra që më bën të kuptoja se ky mision është më i komplikuar se sa mendoja. Gazetari e pyeti: "Çfarë lloj gjërash?" Koh heshti për një moment. Pastaj tha: "Unë nuk mund të hyj në detaje, por le të them kështu. Historia që na mësohet në shkollë për programin Apollo nuk është historia e plot." 2 javë më vonë ajo u largua, dhe që atëherë ajo nuk ka dhënë asnjë intervistë publike. Ajo nuk është në rrjetet sociale. Ajo ka zhduket plotësisht nga jeta publike. NASA e zvendçoi atë me një astronaut tjetër, dhe kur u pyet për largimin e Koh, ata thjesht përsëritën arsye personale. Asnjë detaj, asnjë shpjegim. Por këtu është gjëja. Astronautët nuk largohen thjesht, veçanërisht jo 2 vjet para një misioni historik. Veçanërisht jo pas dekadash trajnimi. Veçanërisht jo pa një arsye shumë të mirë. Pra, çfarë i treguan asaj që e bëri të largohej? Le të shkojmë më thellë në atë që po ndodh me programin Artemis, sepse ka një model këtu që bëhet gjithnjë më shqetësues. Në vitin 2024, NASA shtyu datën e lëshimit të Artemis 3, misioni i parë që do të zbresë astronaut në hën nga viti 2025 në vitin 2027. Arsyeja zyrtare: vonesa teknike. Por këtu është detaj interesant. Teknologjia është gati, raketa është gati, moduli lunar është gati, gjithçka është testuar, gjithçka funksionon. Pra pse vonesa? Në vitin 2025, një ish inxhinier i NASA i quajtur Robert Zubrin, një nga dizajnerët kryesor të sistemeve të Artemis, dha një intervistë për Aviation Week, dhe ai tha diçka që NASA nuk e pëlqeu. Vonesa nuk ka të bëjë me teknologji, tha ai. Ka të bëjë me politik, ka të bëjë me marrëveshje që po negociohen në nivel ndërkombëtar, marrëveshje që nuk kanë të bëjnë me shkencë, por me protokolle. Çfarë lloji protokollesh? Pyeti gazetari. Zubrin heshti për një moment, pastaj tha: protokolle për atë që duhet të bëhet nëse astronautët hasin në diçka të papritur. Protokolle për atë që mund të publikohet dhe çfarë jo. Protokolle që, le të them kështu, nuk janë vetëm midis vendeve. Çfarë do të thotë kjo? Pyeti gazetari. Do të thotë se ka palë të tjera të përfshira, tha Zubrin. Palë që nuk janë qeveri. Brenda 24 orëve, intervista u fshi nga faqja e Aviation Week. Zubrin postoi një sqarim në Twitter duke thënë se ishte keq kuptuar, që ai po fliste hipotetikisht, që nuk kishte informacion të brendshëm, por dëmi ishte bërë, sepse ai kishte thënë me zë të lartë atë që shumë njerëz po mendonin në heshtje, që vonesa e Artemis nuk ka të bëjë me teknologji, ka të bëjë me negociata. Negociata me dikë që nuk është ne. Tani, le të flasim për diçka që është edhe më shqetësuese. Diçka që lidhet me pyetjen: çfarë po ndodh në anën e largët të hënës? Në vitin 2023, Kina lëshoi Chang'e 6, një mision që mblodhi mostra nga ana e largët dhe i ktheu në tokë. Ishte një arritje e madhe teknike dhe për disa muaj qeveria kineze e festoi atë publikisht. Por pastaj diçka e çuditshme ndodhi. Në shtator të vitit 2024, Kina njoftoi se do të shtyjë misionin e ardhshëm të saj lunar, Chang'e 7, nga viti 2025 në vitin 2028, 3 vjet vonesë. Arsyeja zyrtare: riorganizimi prioriteteve të programit hapësinor. Por këtu është detaji që askush nuk e lidhi. Vonesa e Kinës u njoftua saktësisht 1 javë pas takimit të parë të Artemis Anomaly Response Protocol, që përfshinte përfaqësues ndërkombëtar. Një takim ku, sipas dokumenteve të rrjedhura, ishin të pranishëm jo vetëm amerikan, por edhe përfaqësues nga Agjencia Hapësinore Evropiane, Roskosmos dhe për herë të parë nga Agjencia Hapësinore Kombëtare Kineze. Një takim sekret midis rivalëve, midis vendeve që supozohet të jenë në garë për supremaci lunare. Dhe 1 javë më vonë, Kina shtyn misionin e saj me 3 vjet,
saktësisht kohën e nevojshme për të koordinuar me kalendarin e Artemis. Kjo nuk është rastësi, kjo është koordinim. Por koordinim për çfarë? Çfarë po diskutohet në ato takime që kërkon që të gjitha fuqit kryesore hapësinore të ndryshojnë planet e tyre? Le të shkojmë në një eksperiment mendor, sepse kjo është pika ku duhet të ndalemi dhe të pyesim. Çfarë po ndodh vërtet këtu? Kemi dy mundësi. Mundësia e parë. Gjithçka që kemi diskutuar është rastësi. Deklaratat e astronautëve janë keqkuptime. Transmetimet e ndërprera janë probleme teknike. Dokumentet e klasifikuara janë thjesht protokolle standarde. Anomalit janë fenomene natyrore që ne nuk i kuptojmë ende. Vonesat janë vërtet për arsye teknike dhe buxhetore. Dhe koordinimi ndërkombëtar është thjesht bashkëpunim shkencor normal. Kjo është shpjegimi i thjeshtë. Shpjegimi që nuk kërkon të besosh asgjë të jashtëzakonshme. Por këtu është problemi me këtë shpjegim. Ai kërkon që ju të besoni se 128 raste të objekteve të panjohura që Pentagoni nuk mund t'i shpjegojë janë të gjitha rastësi. Që 5 astronautë të ndryshëm, njerëz që nuk ishin asgjë për të fituar dhe gjithçka për të humbur, vendosën të gënjejnë për të njëjtën gjë. Që qeveritë e 3 vendeve të ndryshme, që janë rival në çdo fushë tjetër, vendosën të bashkëpunojnë në fshehtësi për asgjë. Kjo kërkon më shumë besim se sa mundësia e dytë. Mundësia e dytë. Ka diçka në hënë që ne nuk e kuptojmë. Diçka që u zbulua gjatë Apollo. Diçka që qeveritë vendosën të mbajnë sekret. Diçka që për 57 vjet është menaxhuar nëpërmjet heshtjes, mohimit dhe kontrollit të informacionit. Dhe tani, ndërsa po përgatitemi të kthehemi, ata po përpiqen të gjejnë një mënyrë për ta menaxhuar atë në një botë ku sekretet janë shumë më të vështira për t'u mbajtur. Kjo tingëllon si shkencë fantastike, por shpjegon gjithçka. Shpjegon pse astronautët flasin në gjuhë të koduar. Shpjegon pse dokumentet klasifikohen për dekada. Shpjegon pse programi Apollo u ndal papritur. Shpjegon pse ka zona të kufizuara në hënë. Shpjegon pse rivalët po koordinojnë në heshtje. Shpjegon gjithçka. Por le të shkojmë edhe më thellë, sepse ka një pyetje që askush nuk guxon ta bëjë. Nëse ka diçka atje, çfarë dëshiron ajo? Kjo është pyetja që e bën gjithë situatën kaq të frikshme. Sepse nëse ka një inteligjencë tjetër që ka qasje në hënë, një inteligjencë që ka teknologji që ne nuk e kuptojmë, atëherë ajo ka pasur 57 vjet për të na vëzhguar. 57 vjet për të parë se si zhvillohemi. 57 vjet për të vendosur se çfarë të bëjmë ne. Dhe çfarë ka vendosur? Deri tani, duket se ka vendosur të presë, të vëzhgojë, të lejoj që ne të vazhdojmë, por me kushte, me kufizime, me zona të kufizuara. Por çfarë ndodh kur ne shkojmë përsëri? Çfarë ndodh kur astronautët e rinj, me kamera që transmetojnë drejt për drejt, shkelin në ato zona? Çfarë ndodh kur sekretet nuk mund të mbajnë më? Kjo është arsyeja pse po ka vonesa. Kjo është arsyeja pse po ka takime sekrete. Kjo është arsyeja pse po ka koordinim ndërkombëtar, sepse ata po përpiqen të gjejnë një mënyrë për ta menaxhuar atë që po vjen. Dhe ajo që po vjen është e pashmangshme. Sepse nuk mund të ndalosh progresin. Nuk mund të ndalosh teknologjinë. Nuk mund të ndalosh njerëzit që duan të dinë. Le të flasim për diçka që ndodhi shumë kohët e fundit. Diçka që tregon se sa afër jemi në të vërtetë. Në janar të vitit 2026, vetëm 2 muaj më parë, një satelit privat i quajtur Lunar Reconnaissance Orbiter 2, i operuar nga kompania SpaceX, mori një fotografi të krateri Aristarkus me rezolucion më të lartë se kur më parë. Fotografia tregonte diçka që nuk ishte në asnjë imazh të mëparshëm. Një strukturë, jo e madhe, por të qartë, me forma geometrike, me hije që nuk përputheshin me terrenin përreth. Brenda 6 orësh, fotografia u publikua në faqen e SpaceX. Brenda 12 orësh, ajo ishte në të gjithë internetin. Brenda 24 orësh, ajo u fshi. SpaceX lëshoi një deklaratë duke thënë se fotografia ishte një artefakt i përpunimit të imazhit, që struktura nuk ekzistonte, që ishte thjesht një gabim në software. Por këtu është problemi. Brenda atyre 12 orëve, 10 analitë të pavarur të imazheve e shkarkuan fotografinë. Dhe ata të gjithë arritën në të njëjtën përfundim. Kjo nuk ishte një artefakt. Kjo ishte diçka reale.
Një nga këta analit, një ish specialisti NASA-s për përpunimin e imazeve i quajtur Keith Laney, publikoi një analizë të detajuar. Ai tregoi se hija e strukturës ishte në përputhje të përsosur me pozicionin e diellit, që forma e saj nuk mund të shpjegohej me erozion natyror. Që ajo kishte simetri që nuk shfaqet në formacione gjeologjike. Kjo është ose një strukturë artificiale, shkroi Laney, ose është formacioni gjeologjik më i pazakont që është zbuluar ndonjëherë në hënë. Dhe nëse është e dyta, pse NASA nuk po e studion? NASA nuk ka përgjigjur kurrë. SpaceX nuk ka komentuar më. Dhe fotografia, edhe pse është ruajtur në mijëra kopje private, nuk shfaqet më në asnjë arkiv zyrtare. Tani, le të flasim për diçka që është edhe më e drejtë për drejtë. Diçka që lidhet me pyetjen, çfarë po i tregojnë astronautëve të rinj? Në vitin 2025, një gazetar investigativ i quajtur Leslie Kean, e njohur për punën e saj mbi fenomenet e pashpjeguara, mori një rrjedhje nga brenda programit Artemis. Një dokument i quajtur Crew Briefing Protocol for Anomalous Encounters. Protokolli i informimit të ekuipazhit për takime anomale. Dokumenti përshkruante saktësisht se çfarë duhet të bëjnë astronautët nëse hazin në fenomene që nuk mund të shpjegohen me teknologji të njohur ose procese natyrore. Protokolli përfshinte: 1. Mos përdorni kanale të hapura të komunikimit, kaloni menjëherë në frekuencat e koduara. 2. Mos përshkruani fenomenin në detaje, përdorni kodet e paracaktuara. 3. Mos bëni fotografi ose video pa autorizim nga kontrolli i misionit. 4. Pas kthimit, do të kryhet një debriefing i klasifikuar. Asgjë nga ky debriefing nuk mund të diskutohet publikisht pa autorizim të shkruar. 5. Shkelja e këtij protokolli mund të rezultojë në humbjen e certifikimit të fluturimit dhe ndjekje ligjore. Leçoni këtë përsëri. Fenomene që nuk mund të shpjegohen. Jo dështime teknike, jo probleme të pajisjeve, por fenomene. Kjo do të thotë se NASA e di se ka diçka atje. Ata e din se astronautët mund ta hasin, dhe ata kanë një protokoll të detajuar për ta mbajtur atë sekret. Kean publikoi dokumentin në mars të vitit 2025. NASA e mohoi menjëherë. Ata thanë se dokumenti ishte një falsifikim, që asnjë protokoll i tillë nuk ekzistonte. Por brenda një jave, 3 astronautë të ndryshëm të Artemis, në mënyrë anonime, konfirmuan për gazetar të ndryshëm se ata kishin parë dokumente të ngjashme gjatë trajnimit. Që ata kishin nënshkruar marrëveshje konfidencialiteti që përfshinin gjuhë të ngjashme. NASA nuk ka komentuar më për këtë, por ata gjithashtu nuk e kanë paditur Kean për shpifje, gjë që do të bënin nëse dokumenti ishte vërtet një falsifikim. Le të shkojmë në momentin më kritik, momentin që shpjegon pse gjithçka po ndodh tani. Në shkurt të vitit 2026, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara lëshoi një deklarat të pazakont. Një deklarat që shumica e mediave i injoruan, por që ata që po vëzhgonin e kuptuan menjëherë. Në dritën e zhvillimeve të fundit në eksplorimin hapësinor, tha ai, Kombet e Bashkuara po formojnë një komitet të ri për të adresuar çështje që lidhen me takime të mundshme me fenomene të panjohura. Ky komitet do të përfshi përfaqësues në të gjitha vendet kryesore hapësinore dhe do të ketë mandat për të zhvilluar protokolle ndërkombëtare për situata të paparashikuara. Situata të paparashikuara. Jo bashkëpunim shkencor, jo siguri hapësinore, por situata të paparashikuara. Kjo është gjuha diplomatike për diçka që askush nuk guxon ta thotë me zë të lartë. Ne po përgatitemi për kontakt me diçka që nuk jemi ne. Dhe kjo përgatitje po ndodh tani, sepse ata e dinë se koha po mbarohet. Që brenda 2 vitesh astronautët do të jenë përsëri në hënë, që këtë herë bota e tërë do të shikojë. Që këtë herë sekretet nuk mund të mbahen. Pra, ku na lë kjo? Ne jemi në vitin 2026, 57 vjet pas Apollo 11, 57 vjet heshtje, 57 vjet mohim, 57 vjet astronaut që flasin dhe pastaj heshtin. Por diçka ka ndryshuar. Sekretet po dalin, dokumentet po rrjedhin, fotografit po shfaqen, dhe qeverit, për herë të parë, po pranojnë se ka diçka që ata nuk e kuptojnë. Jo plotësisht, jo hapur,
por mjaftueshëm për të na treguar se ajo që astronautët e Apollo stan ishte e vërtet. Që ata pan diçka, që u tan të heshtim, që e vërteta është shumë më e komplikuar se sa na është treguar. Dhe tani, ndërsa po përgatitemi të kthehemi, pyetja nuk është më, a ka diçka atje? Pyetja është, çfarë do të ndodhë kur e gjejmë përsëri? Sepse këtë herë, bota e tërë do të shikojë. Këtë herë, nuk do të ketë transmetimet e ndërprera. Këtë herë, e vërteta do të dalë. Dhe kjo është arsyeja pse ata janë të friksuar, jo sepse nuk e dinë se çfarë është atje, por sepse e dinë. Dhe ata e dinë se kur ne e mësojmë, gjithçka do të ndryshojë. Çdo supozim që kemi për vendin tonë në univers, çdo besim që kemi për të qenë të vetëm, çdo siguri që kemi për të kuptuarit e realitetit, gjithçka do të ndryshojë. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është arsyeja pse astronautët e Apollos follën. Jo sepse donin të na tregonin gjithçka, por sepse donin të na përgatitnin, të na jepnin kohë për të menduar, për të pyetur, për të qenë gati. Sepse ajo që po vjen nuk është thjesht një zbulim shkencor. Është një transformim i plot i mënyrës se si e kuptojmë ekzistencën tonë. Dhe ne jemi vetëm 2 vjet larg. Në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, Dikush po shikon hënën. Ndoshta nga një dritare, ndoshta nga një balkon, ndoshta thjesht duke ngritur syt nga rruga. Dhe ajo që ata shohin është e njëjta hënë që njerëzit kanë parë për 100.000 vjet. E njëjta sipërfaqe e hirt, i njëjti driti ftohtë argjendi. Por tani, pas gjithçkaje që kemi diskutuar, pyetja bëhet: a është vërtet e njëjta? Apo ne thjesht po shohim atë që na lejohet të shohim? Le të flasim për diçka që filozofët e kanë diskutuar për shekuj, diçka që quhet problemi i realitetit të fshehur. Imagjinoni një dhomë. Në atë dhomë ka një elefant, por të gjithë në dhomë kanë rënë dakord të mos e përmendin kur elefantin. Të ecin rreth tij, të rregullojnë jetën e tyre për të shmangur atë, por të mos e pranojnë kur se ai është atje. Për një vizitor të ri, dhoma do të dukej e çuditshme. Njerëzit do të lëviznin në mënyra të pazakonta, do të kishte hapësira që askush nuk i përdorte, do të kishte biseda që ndaloheshin papritur, por pa e parë elefantin, vizitori nuk do të kuptonte kur pse. Kjo është saktësisht ajo që po ndodh me hënën. Ka diçka atje, diçka që ndryshon gjithçka, dhe gjithë qytetërimi ynë është riorganizuar rreth faktit të mosnjohjes së saj. Programet hapësinore që ndalojnë papritur, zona që shpalen të kufizuara pa shpjegim, astronaut që flasin në gjuhë të koduar, qeveri që bashkëpunojnë në heshtje. Gjithçka ka kuptim vetëm kur e shih një elefantin. Por këtu është pyetja filozofike që na sjell në thelbinë e gjithçkaje. Nëse ka një realitet të fshehur, një e vërtet që na mbahet sekret, atëherë çfarë tjetër nuk e dim? Çfarë tjetër po na fshihet? Dhe më e rëndësishmja, a kemi të drejtë ta dim? Kjo është pyetja që qeverit kanë debatuar për 57 vjet. Jo, a duhet ta mbajmë sekret, por a mund t'ua themi njerëzve pa e shkatëruar gjithçka? Sepse këtu është e vërteta që askush nuk guxon ta thotë me zë të lartë. Qytetërimi ynë është ndërtuar mbi supozime. Supozime për vendin tonë në univers, supozime për të qenë unik, supozime për të pasur kontroll. Çfarë ndodh kur ato supozime thyhen? Historia na tregon se çdo herë që njerëzimi ka zbuluar se bota është më e madhe se sa mendonim, që toka nuk është qendra e universit, që dielli nuk rrotullohet rreth nesh, që galaktika jon është vetëm 1 nga miliarda, ka pasur një krizë, jo vetëm shkencore, por ekzistenciale. Njerëzit kanë nevojë të besojnë se janë të rëndësishëm, që ekzistenca e tyre ka kuptim, që ata nuk janë thjesht aksidente kozmike në një univers indiferent. Pra, çfarë ndodh ku zbulojmë se nuk jemi vetëm? Që ka inteligjenca të tjera, inteligjenca më të avancuara, që kanë qenë këtu para nesh, që ndoshta na kanë vëzguar, që ndoshta kanë vendosur kufi për atë që mund të bëjmë. Kjo nuk është thjesht një zbulim shkencor, kjo është një rishikim i plot i kuptimit të ekzistencës njerëzore. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është arsyeja pse sekreti është mbajtur aq gjatë. Jo sepse qeverit janë të liga, por sepse ato janë të friksuara.
të friksuara se njerëzimi nuk është gati, që e vërteta do të shkaktoj panik, që strukturat që mbajnë shoqërinë së bashku do të shemben. Por këtu është paradoksi. Duke e mbajtur sekretin, ata po krijojnë saktësisht atë që po përpiqen të shmangen. Mosbesim, paranoj. Ndarje midis atyre që din dhe atyre që nuk din. Le të shkojmë më thellë në atë që ne nuk e dim, sepse kjo është pjesa më e ndershme e gjithë kësaj historie. Ne nuk e dim se çfarë pan astronautët e Apollos. Ne kemi deklaratat e tyre, kemi transmetimet e ndërprera, kemi dokumentet e klasifikuara, por nuk kemi pamjen e plot. Ne nuk e dim nëse ajo që është në hën është një strukturë e vjetër, një relikt nda një qytetërim që ka vdekur prej kohësh, apo nëse është diçka aktive, diçka që ende funksionon, diçka që po na vëzhgon. Ne nuk e dim nëse anomalit termike janë teknologji apo nëse janë fenomene natyrore që thjesht nuk i kuptojmë ende. Ndonjëherë shkenca zbulon se ajo që duke e pazakont ishte thjesht fizik që nuk e kishim zbuluar ende. Ne nuk e dim nëse zonat të kufizuara janë për të mbrojtur sekrete apo për të mbrojtur ne. Ndoshta ka arsye që ne nuk duhet të shkojmë atje. Arsye që nuk kanë të bëjnë me konspiracione, por me siguri. Ne nuk e dim nëse koordinimi ndërkombëtar është për të mbajtur një sekret apo për të menaxhuar një situatë që është shumë më komplekse se sa mund të imagjinojmë. Dhe kjo është pika ku duhet të jemi të ndershëm. Mungesa e provave absolute nuk është prove mungesës, por as nuk është prove pranisë. Ne jemi në një zonë gri, ku të dyja janë të mundshme. Por këtu është ajo që e dim me siguri. E dim se astronautët, njerëz të trajnuar për të qenë skeptik, njerëz me reputacione për të mbrojtur, kanë bërë deklarata të jashtëzakonshme. Dhe ata i kanë bërë ato deklarata duke ditur pasojat. E dim se ka dokumente të deklasifikuara që tregojnë se NASA kishte protokolle për anomali të paparashikuara, që ata prisnin që astronautët të hasnin diçka. E dim se ka qenë një model të qëndrueshëm të heshtjes, që çdo herë që dikush flet shumë hapur, ata izolohen, që çdo herë që një dokument bëhet shumë i qartë, a e klasifikohet përsëri. E dim se programi Apollo u ndal papritur, që për 54 vjet, asnjë njeri nuk ka shkuar përtej orbitës së ulët të tokës, që kjo nuk mund të shpjegohet vetëm me kosto. E dim se tani, ndërsa po përgatitemi të kthehemi, ka vonesa të pazakonta. Ka takime sekrete, ka koordinim midis rivalve që nuk ka kuptim në asnjë kontekst tjetër. Dhe e dim se diçka po ndryshon, që qeverit po fillojnë të pranojnë, ngadalë, me kujdes, se ka fenomene që ata nuk i kuptojnë, që ka objekte që fluturojnë në hapësirën tonë ajrore që sfidojnë fizikën e njohur. Kjo nuk është teori konspirative. Këto janë fakte të dokumentuara. Pyetja është, si i interpretojmë ato fakte? Le të flasim për diçka që shkencëtarët e quajnë paradoksi i Fermi. Enrico Fermi, një nga fizikanët më të mëdhenj të shekullit të 20, njëherë pyeti një pyetje të thjeshtë. Ku janë të gjithë? Nëse universi është aq i madh, me miliarda galaktika, se cila me miliarda ije. Atëherë statistikisht duhet të ketë jetë inteligjente kudo. Qytetërime që kanë evoluar miliona vjet para nesh. Qytetërime me teknologji që ne nuk mund ta imagjinojmë. Pra, pse nuk i kemi parë? Pse qielli është aq i heshtur? Ka shumë përgjigje të propozuara. Ndoshta jeta inteligjente është jashtëzakonisht e rrallë. Ndoshta qytetërimet shkatërrojnë veten para se të arrijnë në ije. Ndoshta distancat janë thjesht shumë të mëdha. Por ka një përgjigje tjetër, një përgjigje që shkencëtarët e quajnë hipoteza e kopshtit zoologjik. Ndoshta ata janë këtu. Ndoshta ata na kanë parë. Por ata kanë vendosur të mos ndërhyjnë, të na vëzhgojnë nga distanca, të na lejojnë të zhvillohemi në mënyrën tonë. Sikur vizitorët në një kopsht zoologjik që shikojnë kafshët pa u futur në kafazet e tyre. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë hëna do të ishte vendi i përsosur për një stacion vëzhgjimi. Mjaftueshëm afër për të monitoruar, mjaftueshëm larg për të mos ndërhyrë. Në një trup qiellor që ne mund ta shohim, por që për dekada nuk kishim teknologji për ta arritur, kjo është spekulim. Por është spekulim që përputet me të gjitha provat që kemi diskutuar, që shpjegon pse ka diçka atje, pse na është lejuar të shkojmë,
por me kufizime. Pse sekreti është mbajtur? Jo për të na mbrojtur nga panik, por për të mbrojtur një marrëveshje që ne nuk e kuptojmë plotësisht. Por le të shkojmë edhe më thellë, në pyetjen që vërtet na trondit. Nëse ka një inteligjencë tjetër, një inteligjencë që ka teknologji që ne nuk e kuptojmë, atëherë çfarë është realiteti? Sepse këtu është gjëja që fizika kuantike na ka mësuar. Realiteti nuk është ajo që duket. Në nivelin më themelor, grimkat ekzistojnë në gjendje të shumë fishta derisa vëzhgohen. Koha nuk rrjedh në mënyrë lineare. Hapësira nuk është absolute. Gjithçka që ne e quajmë realitet është thjesht interpretimi i trurit ton të sinjaleve elektrike. Ne nuk shohim botën siç është. Ne shohim një version të thjeshtuar, një model që është mjaftueshëm i mirë për të mbijetuar, por jo domosdoshmërisht i vërtet. Pra, çfarë ndodh kur hasim në një inteligjencë që percepton realitetin në një mënyrë plotësisht të ndryshme, që ekziston në dimensione që ne nuk mund t'i perceptojmë, që manipulon ligje të fizikës që ne ende nuk i kemi zbuluar? Kjo nuk është më shkencë fantastike. Kjo është fizik teorike. Shkencëtar serioz, nga Stephen Hawking te Michio Kaku, kanë diskutuar mundësinë e qytetërimeve që ekzistojnë në dimensione më të larta, që mund të hyjnë dhe të dalin nga realiteti ynë në mënyra që ne nuk mund t'i kuptojmë. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë çfarë pam? Astronautët e Apollos nuk ishte thjesht një strukturë, ishte një dritare në një realitet që ne nuk e dim se ekziston. Aminticivo se si filluam këtë histori? Me Neil Armstrong, me 63 sekonda heshtje, me një njeri që pa diçka që nuk mund ta shpjegonte. Tani, 57 vjet më vonë, ne jemi përsëri në të njëjtin prag, gati të kthehemi, gati të shohim përsëri. Por këtë herë, me sytë e botës së tërë të hapur. Dhe këtu është pyetja që duhet ta bëjmë veten. A jemi gati? Jo teknologjikisht. Jemi gati për atë. Raketat funksionojnë, sistemet janë testuar, astronautët janë trajnuar. Por a jemi gati psikologjikisht? A jemi gati të pranojmë se universi është më i çuditshëm se sa imagjinuam? Që ne ndoshta nuk jemi aq të veçantë sa mendonim? Që ka forca në punë që ne nuk i kontrollojmë? Kjo është pyetja që qeverit kanë frikë ta bëjnë, sepse përgjigja mund të jetë jo. Që njerëzimi, me të gjitha arritjet e tij, me të gjithë shkencën e tij, ende nuk është gati të përballojë faktin themelor të ekzistencës. Që ne jemi të vegjël. Që ne jemi të panjohur. Që ne jemi vetëm një specie e re në një univers që ka ekzistuar për miliarda vjet para nesh. Por këtu është gjëja e bukur. Këtu është arsyeja pse kjo histori nuk është e frikshme, por e mahniqme. Çdo zbulim i madh në historinë njerëzore ka filluar me një pyetje që dukej e frikshme. Çdo hap përpara ka kërkuar që ne të pranojmë se ajo që mendonim se dinim ishte e paplot. Kur Galileo zbuloi se toka nuk ishte qendra e universit, njerëzit u friksuan. Por ajo zbulim hapi rrugën për të gjithë astronominë moderne. Kur Darwin propozoi evolucionin, njerëzit u friksuan, por ajo teori na dha një kuptim të thellë të jetës. Kur Einstein tregoi se koha dhe hapësira janë relative, njerëzit u friksuan, por ajo teori na dha teknologji që ndryshoi botën. Çdo herë që ne kemi zgjeruar kuptimin ton të realitetit, ne kemi bërë një hap prapa në fillim. Kemi ndjer veten më të vegjël, më pak të rëndësishëm. Por pastaj kemi kuptuar diçka të mahniqme, që të qenet pjesë e diçkaje më të madhe nuk na bën më pak të rëndësishëm, na bën më të lidhur. Pra, le të supozojmë për një moment të fundit se gjithçka që kemi diskutuar është e vërtet. Që ka diçka në hën, që astronautët e pan atë, që qeverit e din, që ne jemi në prag të zbulimit më të madh në historinë njerëzore. Çfarë do të thotë kjo për ju, për mua, për çdo njeri që po jeton në këtë moment? Do të thotë se ne jemi dëshmitar, që ne jemi gjenerata që do të jetoj përmes transformimit më të madh në vetdijen njerëzore që ka ndodhur ndonjëherë. Që fëmijët tanë do të rriten në një botë ku pyetja nuk është më a jemi vetëm, por si jetojmë me dijen se nuk jemi?
Do të thotë se çdo supozim që kemi për vendin tonë në univers do të duhet të rishikohet. Çdo fe do të duhet të gjejë një mënyrë për të integruar këtë të vërtetë të re. Çdo filozofi do të duhet të ripërcaktojë çfarë do të thotë të jesh njeri. Por më e rëndësishmja, Do të thotë se ne do të duhet të zgjedhim. Të zgjedhim midis frikas dhe kuriozitetit, midis mbylljes dhe hapjes, midis të qenit viktima të një sekreti kozmik dhe të qenit pjesëmarrës aktiv në zbulimin e tij. Në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, hëna është atje lart. E njëjta hënë që Neil Armstrong e qimbite në 21 korrik të vitit 1969. E njëjta hënë që Eugene Cernan la në dhjetor të vitit 1972. E njëjta hënë që brenda 2 vitesh do të pres astronaut të rinj. Por tani kur e shikoni atë, Ju e shikoni ndryshe, sepse tani e dini se ka pyetje. që ka sekrete, që ka diçka atje që ne ende nuk e kuptojmë plotësisht. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është pika. Jo të dim gjithçka, por të pyesim gjithçka. Të mos pranojmë kur se kemi arritur në fund të kuptimit. Të mbetemi gjithmonë kurioz, gjithmonë të hapur, gjithmonë gati të zbulojmë se realiteti është edhe më i çuditshëm se sa imagjinuam. Sepse në fund, e vërteta më e madhe nuk është se çfarë është në hënë. E vërteta më e madhe është se ne jemi një specie që nuk pushon së pyeturi, që nuk pushon së kërkuari, që edhe kur na thuhet të heshtim, gjejmë mënyra për të folur. Edgar Mitchell tha, ne kemi qenë të vizituar. Gordon Cooper tha, shumica e astronautëve ishin të ndaluar. Neil Armstrong tha, Shtresat mbrojtëse të së vërtetës. ata nuk thanë këto gjëra sepse donin të shkaktonin panik. Ata i thanë sepse besonin se ne kemi të drejtë ta dim. Që e vërteta, sado e frikshme, është gjithmonë më e mirë se gënjeshtra. Dhe tani, ndërsa qëndrojmë në prag të kthimit në hënë, ne kemi një zgjedhje. Të kërkojmë të vërtetën, ose të pranojmë heshtjen. Unë e di se çfarë do të zgjidhja. Në fund, ndoshta pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet, sepse pyetjet na mbajnë të gjallë, na mbajnë kurioz, na mbajnë njerëzor. Çfarë pan astronautët e Apollos në hënë? Ne ende nuk e dim me siguri. Pse NASA e mbajti sekretin për 57 vjet? Ne mund të spekulojmë, por nuk mund të provojmë. Çfarë do të ndodhë kur të kthehemi? Ne do ta mësojmë së shpejti. Por këtu është gjëja që e dim me siguri. Universi është më i madh se ne, më i vjetër se ne, më i çuditshëm se çdo gjë që mund të imagjinojmë. Dhe ne, këta krijesa të vogla në një planet të vogël rreth një ylli mesatar në një galaktik të zakonshme, ne guxojmë të pyesim, guxojmë të eksplorim, guxojmë të kërkojmë të vërtetën edhe kur na frikson. Kjo është ajo që na bën njerëzor. Jo inteligjenca jon, jo teknologjia jon, por guximi ynë për të përballuar panjohurën dhe për të thënë, unë dua të di. Pra, ndërsa shikoni hënën sonte, mos pyesni vetëm çfarë është atje. Pyesni çfarë tjetër nuk e di, çfarë tjetër po ma fshihet, dhe çfarë do të bëj kur ta mësoj? Sepse e vërteta po vjen. Jo sepse qeverit kanë vendosur ta zbulojnë, por sepse universi nuk mban sekrete për gjithmonë. Dhe ne, ju dhe unë, jemi gjenerata që do ta jetoj atë zbulim. A jemi gati? Ndoshta jo, por kjo nuk ka